Situata në Kenya është përshkallëzuar pas protestave të dhunshme në qytetin Nanyuki, ku banorët kundërshtojnë ndërtimin e një qendre karantine për personat e ekspozuar ndaj ebolës. Policia ndërhyri duke përdorur gaz lotësielës për të shpërndarë turmat, ndërsa disa protestues u arrestuan gjatë përplasjeve me forcat e rendit. Qendra e planifikuar, një objekt me rreth 50 shtretër në një bazë ushtarake në rajonin Laikipia, po ndërtohet me bashkëpunim me autoritetet amerikane për të trajtuar persona që kanë qenë të ekspozuar ndaj virusit, por që nuk kanë shfaqur ende simptoma. Banorët e zonës thonë se nuk janë konsultuar për këtë projekt dhe shprehen të shqetësuar për rrezikun që mund të sjellë në komunitetin e tyre, veçanërisht për sektorin e turizmit dhe ekonominë lokale. Disa prej tyre argumentojnë se vetëm përmendja e ebolës ka krijuar frikë dhe ka ndikuar negativisht në bizneset lokale, duke përfshirë hotelerinë dhe shërbimet. Protestuesit gjithashtu akuzojnë autoritetet se po vendosin barrën e menaxhimit të rasteve të ekspozuara ndaj virusit mbi Kenin, në vend që të trajtohen në vendet e origjinës. Ndërkohë, situata mbetet e tensionuar, pasi protestat e mëparshme në të njëjtën zonë kanë shkaktuar edhe viktima, duke rritur më tej pakënaqësinë e komunitetit. Autoritetet lokale dhe partnerët ndërkombëtar këmbgulin se projekti është pjesë e masave parandaluese shëndetësore për të menaxhuar rastet e ekspozimit ndaj ebolës, e cila vazhdon të përhapet në disa pjesë të Afrikës Lindore. Megjithatë, mungesa e besimit mes banorëve dhe autoriteteve po e bën situatën gjithnjë e më të tensionuar, me rrezik për përplasje të mëtejshme në ditët në vijim.